Mirë të dashur dhe ju shikues të Mediumi Shqiptar që krejt. Jemi në emisionin në sofrën tonë, ku sot ko marrë të kuzhinieri Hamid Zogaj, i cili ka me në përgatit disa specialitetet të ti dhe ushqimet të pazakonta. Hamid, përshëndetje. Përshëndetje juve, faleminderit. Si je? Mirë, faleminderit. Si vë të shkon puna? Mirë ka pak kështu. Si e një? Faleminderit për kohën që keni gjetë, që keni ardhur në kompaninë tonë. Shpresoj që do të kalijmë çastet mira. Edhe më shpesoj që këmë nga bu ushqime shumë mira sot. Mesin se ju njën e tashmë që 20 vite keni këtë profesion? Po, unë realisht që 20 vite punoj në këtë profesion. Kam fillu si kamer, kam kalu në kuzhinë. Tash mirë me këto menyt ndryshme, hotelet ndryshme. A të lodhë kjo puna? Po, ka njëherë nga lodhë psikikisht, ma shumë psikikisht, se fizikisht jo shumë, po zakonisht ku të ka punë më shumë se zonat këtë janë, ato tani kemi lodhje pak më tepër edhe psikike edhe fizike. Sot ke vendosur në përgatit? Sot, realisht menyja jonë është e ndame në dy mënyra, në dy forma. E kemi edhe tradicionalen, po kemi edhe internacionalen. Kurse në për emisionin e juj, kam vendos me përgatit një specialitet që i kemi të restorantit, që e karakterizën në restorantin edhe do të bëjmë ato kështu bashkë. A keni më shumë kërkesa për tradicionale apo për? Kemi të dyjat. Tash në këtë kohën moderne kanë hinë të dyjat në formë, të dyjat në treg. Na po startojna ka pak, edhe bujnë mua vetë. Këtu e kemi mishë. Po, kjo është biftek i viqit, i rejhën, i zhënun. Ka më mbush si në formë rolladës, me perime, djath, mozzarella, përshut edhe këpurat fresta. Pastaj piqet në tigan, mas tani ja bëjmë një farë salse kështu me mjaltë edhe me hudër, dhe më që është i kombinu me të dyja shijet, edhe me shijet njëmt edhe me shijet të ëmbël. Po sartojna me mishë? Po. Pra si që e thejka, po kjo është biftek i viqit, shkulla me pak marinem kështu të letë, me melmesa mishit kuq. Edhe kjo bëhen si në formë të rolladës. Su këtë njëherë që ka thonë rolladë viqi, po, në këtë formë. Sa me ndënë që kanë humbë traditat, gjërat tradicionale, në përgjithësi këtë klasin? Krase, ma heret që shkutonë? Ka qenë një periull para pandemisë, që këto gatime tradicionale pa të njësë pak me haru populli, po tash prap kanë filluar restorantë kështu po vrejhen që kanë filluar me i bën prap gatimet tona që nga pas sikur në shtëpia që kemi bën. Me trego pak fillimet e tua. Nga lindi ideja, se në kudrëzova asnjëherë në këtë profesion, hapat e tu të fillimet? Në thash edhe më herët që në fillim kam filluar si kamarier, pastaj kam kalu në kuzhinë si pjatalarës. Tani duke ndjekur kurse trajnimet ndryshme në për hotelet ndryshme edhe këtu edhe në Shqipni. Kom fillu në kuzhinë edhe ju vendos atë kuzhinë. Ky profesion ka herën është si me thonë, me presion, me lodhje psikike, po kur ta dush një punë tani edhe e bën pak me qefën, nuk mërzitesh fare. A ke mendu të ja një shku jashtë vendit, me zhvillu punë më shumë? Në kohë ma heret, ndoshta edhe e ku mendu. Për shkak të kushte, për shkak të rrethana, po tani për tani nuk ka ndonjë arsye më largu, për shembull se tash hotelëria në Kosovë është në zhvillim e sipër edhe nuk është që janë pagesat e këqija të ata. Domethënë është të arsyeshme. Tash është të arsyeshme. Ka hapësirë, ka mundësi edhe më mirë, po duhet me kohën, me hapat sigurt. Domethënë sigurt nuk ka përgjë, nashta edhe shkan. E bënëm si rëllej? Si në formë rëllate, po. Tash vazhdojmë me pjekjen. Me pjekjen. Po e shojna mu pjek. Po. Tash po fillojnë me nxejmë tiganin pak. Këtu pak vajulliri e ka në tigan. Po për me peju atë masën, kështu pak si ma but me të mishi, i qisëm edhe pak margarin, ose buter. Dhe me thonë e preferani ma shumë me qejtë margarinën, se sa këto vojrat, a? E vajulliri, si zakonisht.
tregon pak i qatë këtyre 20 vite. Ata ndodhë me këti pjata. Nga pjetë. Realisht, mund të ndonë e herë, po jo nga aspekti që nëse si ka pëlqy ose ka qenë ushqimi i dëtë. Ka raste që kemi klient që e lenë pjatën, nuk i hanë këtë produktet, a vëdën. E kështu në janë kesë, mund në ndonë e herë, po janë ankesat vogla. A e ndiku nëse ke pas ndonjë Jo, absolutisht, për kontrazi mundu me gjetë problemin që shka dhe atë që mos me ndurë prapë. No, sa smiqë, ja? Qka ka të veçantë në këtë ushqim? Që ndoshta atë shumica kuzhina tjerë nuk e preferojnë ose nuk e bojnë, dhe sipas mendimit tënd duhet me bojë. Qëre, se cili restorant ka një produkt vetin që e banë si specialitet të restorantit. Në kemi zhjellë këtë, si ideja hone jamja, edhe koha përgatitjes nuk është shumë e gjatë, është e shkurt, edhe ka produkte edhe bio edhe e karakterizën shia edhe e njëndë edhe ëndë. Në mund që këtë kombinohen të dyjat, dhe një shije interesante. A e tregon sekretin 100% apo e runi për Jo, qindje? sekretin 100% se këtë të produktet që janë tasht, dhe mon e një të mënyrë është edhe kur klienti e përësit. Gjdo gjë bëhet atë për atë, dhe mon nuk është e gashme. Vjenë përësia, ne i morëm këtë senat e freshta dhe e bëjmë. Normalisht ke vanuhet pak më shumë se do ushqime që janë ditore, që janë më të thjeshta, po jo në atë masën e madhe. A i realizoja. Tash dhe i sot bëhet kjo, na i lëshojmë të dhe faktorine, fresta i përgujnë. Qka do, që anë të cilë? Me qitë qëto, a? Po, qëtë. Mas jenë e doza. Ta manë si kuzhinjerë. Mishë gati, a? Kjo tash është gati si përfundum, se tash qëre na kemi shumë klienta që i lipin mishin e tjekë shumë. Po. A vëdhem, por si pas regulluarës kuzhinjës edhe nëse dënë me konsumu një produkt me vitamina, është një mas e tjekë mishin shumë. Me lanë ta manë atë pjesën ku lëshojnë edhe pak gjatë, a dhe në kohat dangën e vetë, nuk i hub vitaminat edhe e ka shije më të mirë. Qësa kur t'piqet shumë, a i hub vlerat. është në i ta. A ke mendu vetën dhe në këtë pikë, dujnë dhe doa, që keme arrit dhe në këtë? Ndoshta nuk e kam mendu bashkë deri në këtë pikë, por ju mundu se të njëherë me njek kohën, me njek trendin edhe me njek këto evolucionet nga fenomenin që po shkojnë çdo vit duke ndryshu, dhe nuk kalen viti pa ndryshu diçka. Dhe tash na si kuzhinjera duhet me njek trendin, që me konë mëna tregut, mëna shoqënisë. Në të plaka, ato pa. Po, që ta shtojnë e ndollin. Pa hudër së vën kërqysh është? Ja, hudra është. E ndrej shkrejt. Hudra është tani ma i njërin që përdojnë në shqim. Tash mishin e kemi thua e se të përfundum, 70%. Tu e kemi një salcë, me mjaltë, me hudër dhe me limon. E ka lëzume sekretin. Po. Këtë në përfundim ja qesë një pak sa melanshije. E ke fara në të rëndësishëm, a? Po. Po, i jep aromën e veçantë. A më të regën sa po kushton në komplet që ki pjatë? Që kjo pjatë kushton 17,90. 17, ja është sushka. Është dëmonë specialiteti, çmimin mbi këtë ato tjera që janë një. Ato tjera janë ma kulta, kjo është pak ma e veçantë. Kjo është me përshtushme me... Përveç që e përbën shia, tani e ka dhe pjatën e servimit, pak më të veçantë, që del ma e jeshme të përsi ma e njërë. E alu në rëlleve qa janë që me marë? Se për shambull, kjo ta s'ka më hongër. Jo, po e... Përsimin të? Përsimi është e bukur,
Momentet e para për t'jen të olim, do më duket pak më interesant. Tani ku ta përvojsh edhe shijet, del edhe më mirë. Edhe kështë të makë. Po ja vlen. Se ti ku të shkojsh e kima është. Po. Shmimi është ma i kështë. Mishin o pjek, tash Po veç me prej. tash është përfundim. Po. Tash e marrëm pak salcë këtu e kemi të barbecue. Edhe veç pak helim mishin. Dhe kjo jep qia. Po. Edhe tash ja bën një farmarinimi kështu të lehtë me arra edhe me kikirik. Badem, dhe mund të janë gjitha lajthi këtë përzime. Të bëj ka ma i veçan. Po bëj ka ma i veçan për të Po. përëtojnë. Edhe tani me predje, na? Po. Tani e prejmë si në formë tortës. Që unë e pe prej. Okej. Edhe e provoj edhe e vlerësoj. Që vazhdo ti me prerje. Atë nëse të porën ti, të shërë ti, tani une. Okej. Që shpërën? Kështë si përona është. Që ti vazhdo tash pjesë tjera. Edhe të regëm a kokla për kuzhinë. Mirë, këtë mirë pishkon këtë drejt. A një fjalis me punu, qëfar pa për pabële? Mune, Sa e kam kuzhinjira? po mirë, paguat, apo Unë si bore. fillestare. Fillestare do të më të dhanë pak kohë dhe sa të hinë në sistem. Unë si stav ishëm shpejt. Mirë. Qaj. Tash edhe këtu perimet i kemi Po. të gatshme. Tash këtu e servojnë në pjatë. A kjo është pjota? Po pëlqen se dhe mënyra se vimet koka e veçantë. Nuk është që dënë shumë punë, po ka shumë Kujdes. vëllësira kështë. Ta shkujmë, ja bojnë një renditje kështu. Tash ky pak pjekja varet edhe pi klientit që e dënë. Ka që e dojnë 100% pjeqt, ka që e dojnë 50%, 60%, varet që e dënë. Ma shumë, dikush ma pak me. Tash këtë në fund, Po. ja qesmi edhe pak salcë. Ko nuk po merë ka shumë e përgatit. Jo. Edhe e vendosmi kapakun. Edhe ky në qëtë formë shkon të ovelin të klienti. Edhe servuar. Ta mon klienti vetë ja he kapakun edhe fillon me konsum. Të Ka ljumë. që ishte për këtë specialitet që i kemi në restorantin tonë. Unë e lete pas në mjani, se më përshë mësuat, është me përgatit. Mund është me pravu. Am të regarat para me ballafaqu me ndonjë rast gjatë këtyre viteve, sa i përket profesionit anë që pak. Po mendon se në një rast që pi pak Jo, i natësis thënë apo shumë po. prej klienta. Qof për klienta, qof Po, vetë, ideja. Që tash njerëz kanë nis pak edhe me kuptuen edhe e kupton edhe peshën e përgatitjes këtu. Ma herët ndoshta janë kanë ato mbyllvanu ushqimi ju ka duk që pivanohet shumë kohë edhe i ka bon presion kamarierit për shembull. Adën po tash ka nis me kuptue, e din pak a shumë që nuk është lehtë. Se dikujt ai duket puna huaj e lehtë, po nuk është e lehtë puna. Asnjë punë nuk e ka atë. Ose mu ka në shpim, se këshire shqiptarit sa do që ja kona thot Po tash qërë, ai nëse dënë mirë, e ka ushqimin normal më të mirë. Se ai vetë fjala specialitet, të regojnë që është pak më i shtrenjtë. Nëse dënë më të lira, ka edhe produkte tjera që i kena të zakonshme, përditshme.
Do më varet prej shijes time dhe se çka i dën me funksionon. Që është një mesazh që do të përcjell për ata që duhen me shku në hapa aty? Këtë rrugë. Këtë rrugë të. Si mesazhin e kisha dhënë sidomos tek gjeneratat e reja, që pa marrë parasysh se cila punë më pëlqen, çato çka e dën me bën me përkushtim dhe me dash për një me, për me arrit dikon. Falenderoj shumë për kohën që më dha. Faleminderit nga ju për kohën dhe mundësinë. Knatësi dhe për leve, tash nuk shkojna me hongër, që kja jashtë në kamerës. Mos harroni, emisioni në sofrën tonë vjen u gatuajmë ndryshe, me shije, me dashuri, me njerëz të zakonshëm që dinë me bë diçka të pazakontë.